Perëndia përpiqet t'ju jap përgjigjet që ju mbajnë larg problemeve. Dhe ai nuk do të ndërrojë mendje, nuk keni asnjë të mirë ta shpërfillni atë e të shpresoni që t'ju jap një përgjigje më të lehtë herën tjetër, sepse nuk do ta bëj. Sa nga ju duan të kenë zemër të përsosur kundrejt Perëndisë. Dhe ne kemi zbuluar më parë se nëse ju doni ta përmbledhni këtë në një gjë, çfarë konsideron Perëndia një zemër të përsosur? Dhe ky është dikush që e do atë me gjithë zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën e tij. Po them që vërtet e do Perëndin dhe është plotësisht, jo pjesërisht, por plotësisht i përkushtuar ndaj tij. Çdo gjë që ju keni, çdo gjë që ju jeni, i përket Perëndisë. E dini këtë, pra është në dispozicion të tij. Dhe Jezusi tha, mendoj se është tek Gjoni 14, nëse ju më doni mua, atëherë do të më bindeni. Mendoj se mund ta dëgjoni në dy mënyra të ndryshme. Mund ta dëgjoni kështu: po të më doni mua, atëherë do të më bindeni. Unë e mendoj më shumë si një premtim, që thot, nëse vërtet më doni mua, bindja do të jetë fryti i kësaj dashurie. Nuk do të ndiheni sikur duhet të bëni një tuvë gjërash me të cilat luftoni. Ju do të kuptoni se nga që e doni Perëndin, ju doni të bëni atë që ai do të bëni. Tani, ka një anë tjetër tek ne që dëshiron të luftoj kundër çdo gjëje që është e mirë. Bibla thot se kemi vdekur për mëkatin, por kjo s'do të thot se mëkati ka vdekur. Kështu, për sa kohë që ne jemi në këtë tokë, do të na duhet të përballemi me tundimin e mëkatit. Dhe mishi ndonjëherë dëshiron të bëjë gjëra mëkatare, por fryma nuk dëshiron që të bëjë gjëra mëkatare. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë ju ndjeni sikur jeni në betejë dhe tërhiqeni në dy drejtime të kundërta. Kështu, është shumë e thjeshtë. Nëse e ushqeni frymën tuaj me fjalën e Perëndisë, dhe kjo vjen në shumë forma të ndryshme, që nga koha kur shkoni në një shërbes, jeni të zhytur në fjalën. Muzika është e mbushur me fjalën. Të gjithë ata që ngrihen dhe ndajnë diçka me ju janë të mbushur me fjalën. Dhe sot dua t'ju flas në lidhje me shëmbëltyrën e mbjellësit. Kjo është shumë e rëndësishme në fjalën e Perëndisë, sepse vërtet është një shëmbëltyrë për 4 lloje të ndryshme. Bibla thot toke, por në të vërtet flet në lidhje me 4 lloje të ndryshme zemrash. 4 gjendje të ndryshme të zemrës, dhe se si këto zemra të ndryshme e dëgjojnë apo nuk e dëgjojnë fjalën e Zotit. Tani mund të ketë mira njerëz këtu sot dhe do të ketë edhe mira të tjerë, dhe ndoshta miliona që do ta shohin këtë në televizion në mbar botën. Dhe disa do të nxjerrin nga këto që unë them më shumë se disa të tjerë. Disa do të dëgjojnë atë që them unë dhe do të ndërmarrin veprime për atë që them dhe do të fillojnë të shohin ndryshime në jetën e tyre, por disa ndoshta nuk do të bëjnë asgjë me të. Disa do të jenë të përqendruar në ato që unë po them, të tjerët do ta lënë mendjen të shëtis gjithandej dhe do të rinë ulur me një buzëqeshje në fytyrë, por në të vërtet nuk do të kuptojnë asgjë sepse nuk po dëgjojnë. Dhe kështu, unë di atë që Perëndia ka bërë në jetën time dhe di atë që ai mund të bëj dhe dëshiron të bëj dhe po bën në jetën tuaj. Dhe kështu unë dëshiroj të keni jetën e mirë që Jezusi vdiq që ju të keni. Dhe e vetmja gjë që do ta bëj të mundur këtë është që ju të dëgjoni çfarë do të them, të dini fjalën e Zotit dhe të ndërmerrni veprime mbi atë që dëgjoni. Ta dëgjoni dhe të mos bëni asgjë me të është diçka e padobishme. E vetmja gjë, nëse ju dini shumë gjëra, por nuk veproni, atëherë
Ju zakonisht bëheni krenar për ato që dini dhe doni të thoni të tjerëve çfarë të bëjnë. Por nëse nuk i bëni vetë ato gjëra, asgjë nuk do të ndryshojë në jetën tuaj. Duhet që jo vetëm të dëgjoni, jo vetëm të nënvizoni në Biblën tuaj, por edhe ta bëni atë që dëgjoni. Dhe kështu qëllimi i ardhjes në një takim si ky është që të inkurajoheni dhe të thoni, unë po e bëj këtë, ose unë duhet të eci pak më shumë në këtë fushë dhe jam e kënaqur që e dëgjova këtë sot sepse kam nevojë për ndihmë në këtë fushë, Zot. Dëgjoni, mos e merrni mundimin të shkoni në kish. Nëse nuk shkoni atje me synimin, të mësoni diçka që do t'ju ndihmojë të rriteni dhe të bëheni më shumë si Krishti në jetën tuaj. Po them, e dini disa thonë, unë shkoj në kish do të diel. E po, shumë mirë bëni. Por, ditën tjetër, a ju kujtohet ndonjë gjë nga ato që tha pastori? Unë shpresoj që nesër nëse dikush ju thot për çfarë predikoi Joyce, ju t'i tregoni. Jo thjesht, nuk e di, por ishte bukur. E dini? Dhe gjëja interesante në këtë shëmbëltyr është se Jezusi u tha dishepujve, nëse ju nuk e kuptoni këtë shëmbëltyr, nuk do të mund të kuptoni dot asnjë nga shëmbëltyrat. Wow, çfarë deklarate! Nëse nuk e kuptoni këtë shëmbëltyr, nuk do të kuptoni dot asnjë nga shëmbëltyrat. Dhe ai tha gjithashtu tek Marku 4:24 dhe kjo është e rëndësishme, me atë mas mendimi dhe studimi që ju matni të vërtetën që dëgjoni, po me atë mas virtyti dhe njohurie do t'ju matet edhe juve. Po e them përsëri, me atë mas mendimi dhe studimi, mendimi, që ju matni të vërtetën që dëgjoni, po me atë mas virtyti, që është një fjalë tjetër për fuqi, dhe njohurie do t'ju matet edhe juve. Unë po bëj pjesën time, por edhe ju duhet të bëni pjesën tuaj. Mirë, ju mund të kaloni një kohë të bukur, por dua që të keni më shumë se sa një kohë të bukur. Unë nuk dua që ju të ndjeni keqardhje për këtë kohë që investuat. Dhe dua të them, unë dua që ju pas një viti t'jeni në gjendje të kujtoni, diçka ndryshoi në jetën time një vit më parë, kur dëgjova atë predikim. Më treguan një histori, ajo grua ma tregoi vetë dhe mendoj se është histori e bukur, do të marr kohë që t'ju tregoj. Ajo ishte në një konferencë time në vite më parë. Në këtë konferencë të veçantë, ne po shërbenim ushqim dhe kështu njerëzit u ulën nëpër tryeza, ndoshta ishin 8-10 në çdo tryezë. Dhe kështu, kjo grua vjen, ajo ishte abuzuar dikur dhe kishte probleme në jetë dhe ajo erdhi tek unë në fund të konferencës dhe ajo tha, unë zbulova këtu sot sepse nuk kam asnjë fitore mbi ndonjë nga problemet e mia. Dhe ajo tha, unë e dëgjova mësimin tënd dhe pastaj ishim duke folur me njëra tjetrën. Dhe ajo tha, dhe unë zbulova se secila nga ato gra që kishte patur të njëjtat probleme, kishin patur fitore në jetë dhe ishin bërë të lira, por vetëm unë jo. Dhe ajo tha, kur i dëgjoja ato të flisnin, ato tregonin për gjërat që Perëndia u kishte thënë të bënin dhe që u kishte zbuluar dhe ato i bën dhe përjetuan ndryshime. Ajo tha, e di se të gjitha gjërat që Perëndia u kishte thënë atyre, mi ka thënë edhe mua, por ndryshimi është se ato i bën, unë nuk i bëra. Perëndia na flet neve dhe na tregon gjëra gjatë gjithë kohës. Dhe sot po themi këtu se si duhet të përkushtohemi më shumë. Dhe kështu, le të jetë një nga synimet tona që të përkushtohemi të dëgjojmë atë që Perëndia na thot. Forca, Perëndia përpiqet t'ju japë përgjigjet që ju mbajnë larg problemeve.
Dhe ai nuk do të ndërroj mendje, nuk keni asnjë të mirë ta shpërfillni atë e të shpresoni që t'ju jap një përgjigje më të lehtë herën tjetër, sepse nuk do ta bëj. Dhe unë e di që e di se do ta bëj për çdo person që po dëgjon, sepse Perëndia nuk mbanon dhe fjala funksionon për të gjithë, për cilin do që. Çdo person që do të mësoj fjalën, po them të studioj fjalën dhe ta marrë në brendësinë e tij, ku nuk është thjesht informacion, por bëhet zbules, duhet të veprojë në bazë të asaj që fjala thot vazhdimisht. Jo thjesht një herë të shoha funksionon. Ju nuk e bë jetën tuaj rëmuj duke bërë një gjë të gabuar vetëm një herë. Dhe nuk do të rregullohet vetëm nga që ju bëni një gjë të drejtë vetëm një herë. Ju duhet të përkushtoheni dhe të bëni atë që Perëndia thot vazhdimisht e vazhdimisht. Nëse e bëni këtë, askush nga ju s'mund të thotë se Perëndia nuk i ndryshoi jetën. Kështu ma merr mendja se po hedh disa përgjegjësi mbi ju sot dhe po ju them se fitoria juaj nuk varet nga ata si unë që punojmë dhe studiojmë që t'ju sjellim fjalën. Ajo varet nga ajo që bëni ju me ato që dëgjoni. Amen? Në rregull. Shëmbëltyra e mbjellësit. Marku 4:1-9. Pastaj nisi përsëri të mësoj në breg të detit. Dhe rrethi u mblodh një turm aq e madhe sa që ai hyri në barkë dhe rinte ulur në det, ndërsa gjithë turma ishte në tokë, pranë detit. Dhe ai u mësonte atyre në shëmbëltyra. Shëmbëltyra është një histori nga e cila nxjerrim një mësim. Dhe u thoshte atyre në mësimin e tij: dëgjoni. Mua më pëlqen që e filloj kështu. Dëgjoni dhe ka pikë çuditse. Ja, doli mbjell si të mbjell. Ndodhi që kur hidhte farën, një pjesë e farës ra gjatë rrugës dhe zogjte hëngrën. Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk ishte shumë dhe mbiu me një herë, sepse s'kishte një tokë të thellë. Por kur doli dielli, u dogj dhe me që nuk ishte rënjë, ajo u tha. Një pjesë tjetër ra midis ferrave, ferrat u rritën e mbytën dhe nuk dha fryt. Vargu tjetër, një pjesë tjetër ra në tokë të mirë dhe solli fryt që rritej dhe u zhvillua për të dhënë njëra 30, tjetra 60 dhe tjetra 100 herë më shumë. Pastaj ai u tha atyre: kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Janë shumë interesante disa fjali të shkurtra që Jezusi thot, për të cilat ndoshta nuk do t'ishi menduar shumë. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Dhe kështu ajo që ai po thot në të vërtetë është në rregull, unë po them diçka që është për të gjithë. Ai fillon duke thënë: dëgjoni. Dhe pastaj po thot: nëse ju keni vesh të bindur. Në një vend Bibla flet për të paturit vesh të rreth prerë. E dini, unë mund të them të njëjtën gjë dhe njerëz të ndryshëm mund ta dëgjojnë ndryshe në varësi të gjendjes së zemrës dhe disa mund të mos e dëgjojnë. Është diçka që se pëlqejnë, kështu që menjëherë hedhin poshtë para se të ketë mundësi të bëjë diçka. Tani, në botën tonë sot, në supermarkete dhe ferma që punojnë me makineri, ne mund të mos lidhemi menjëherë me këtë shëmbëltyr të mbjellësit, sepse Jezusi përdori shembuj që ishin të lidhur me kulturën ku ata jetonin. Është shëmbëltyr e nxjerrë nga komuniteti fermer i kohës së Jezusit. Por dëgjuesit e tij do ta kuptonin menjëherë dhe do ta lidhnin atë me mesazhin që Jezusi po sillte. Të gjithë në atë kohë nxinin jetesën nga fermat, përveç atyre që ishin të pasur. Tani, gjyshja ime kishte një kopsht. Unë kalova ca kohë në kopshtin e saj. Kështu unë di disa gjëra për bujqësinë, sigurisht që nuk jam fermere, por di disa gjëra, disa nga ju kanë mbjell kopshte, nëse jo perime, të paktën lule, kështu ne e dim se asnjëherë nuk do të kemi asnjë prodhim nëse më parë nuk është mbjell fara. Amen.
Për sa kohë toka ekziston do të ketë kohë për mbjellje dhe korje. Ju mbjellni një farë në tokë, pastaj do të ketë gjithmonë një kohë, kur më në fund do të ketë korje. Mirë, mbjellësi i cili po mbjell është fryma e shenjtë. Tani ai po përdor gojën time, por është fryma e shenjtë e Zotit. Ai që po mbjell farën e fjalës së Perëndis në jetën tuaj. Nëse ju e merrni këtë dhe vërtet e dëgjoni, ju vërtet do të kuptoni diçka. Unë e kuptoj se ju nuk mund të kujtoni çdo fjalë që unë kam thënë, por sot e kemi bërë shumë të lehtë, njerëzve nuk u duhet as ta lexojnë Biblën, është çdo gjë shkruar në ekran, dhe ndonjëherë unë mendoj se nuk u kemi bërë njerëzve nder. Çdo gjë në jetë është aq e lehtë tani, sa ne nuk bëjmë asgjë. Ju duhet të shihni çfarë bëja unë më parë për të studiuar vetëm për një mesazh. Tani ju merrni kompjuterin, po them është e thjeshtë, mund të gjeni çdo gjë që doni. Madje ju mund të kërkoni një predikim me këtë e me atë temë. Mua as do të më shkonte në mendje të shkarkoja predikimin e dikujt tjetër, e të vija këtu e ta ndaja me ju. Por gjëja që e bën këtë të mirë është puna e madhe që unë i kushtoj kësaj, dhe sa herë kontrolloj atë përsëri, dhe po ju them diçka, unë jam e bindur kur filloj punën, se kur vjen koha për të ardhur këtu, po them për mua nuk ka shpresoj që, por unë duhet ta di se e di që e di, se mund t'ju apërcjell juve duke ju treguar se e besoj aq shumë sa që t'ju bëj edhe ju ta besoni. Por kjo nuk mund të ndodh pa punë dhe përpjekje. Lexova diçka në një libër, të gjithë mund të jenë aq afër Perëndis sa ç'duan të jenë, e gjitha varet nga koha që janë të gatshëm t'i kushtojnë. Perëndia nuk zgjedh vetëm një grup të veçantë njerëzish që janë ata që janë më afër me të dhe pastaj gjithë të tjerët nuk mund të kenë mundësi. Të gjithë kemi zgjedhje në jetë për atë që do të bëjmë me kohën tonë. Dhe kështu, në këtë shëmbëltyr nuk na thuhet asgjë e tillë si po kjo funksionoi për disa, jo për të tjerët, për shkak se cilësia e farës që morën disa njerëz ishte më e mirë. Fara që unë po mbjell në ju sot është e përsosur. Është një farë e shëndetshme, është farë e mrekullueshme. Nuk ka asgjë që nuk shkon me të. Nëse nuk merrni asgjë nga kjo farë, nuk është për shkak të farës. Është për shkak të gjendjes së zemrës suaj dhe se si e dëgjoni. 4 lloje të ndryshme toke, 4 lloje zemrash. E para ishte toka e ngurtë, ishte aq e ngurtë sa që kur mbjellsi, ai faktikisht kishte një trast e hedhur në qafë dhe ajo ishte plot me fara dhe ai thjesht i hidhte. Kjo është vërtet si kjo që unë po bëj sot. Thjesht po e hedh. Dhe është emocionuese të mendosh se ne jemi këtu në këtë takim me disa mijëra njerëz në këtë sallë, por ky mesazh po regjistrohet dhe do të shkojë në mbar botën në 100 gjuhë të ndryshme. Kështu, sa mirë që po mbjellim sot, po e hedhim farën gjithandej. Por e dini, disa njerëz do ta dëgjojnë këtë në televizion dhe do të thonë, ja dhe një tjetër nga këta zhurmuesit e Biblës. Ky është problemi i zemrës së tyre. Ata kanë këtë lloj qëndrimi. Disa njerëz kanë këtë qëndrim ndaj njerëzve si unë dhe as ata vetë nuk e dim se e kanë këtë qëndrim. Është e maknitshme se sa gjëra besojnë njerëzit dhe nuk e dim se i besojnë. Dikush ma tha këtë një herë dhe unë thash në rregull. Disa fara ranë në gurishte ku nuk ishte shumë dhe disa ranë me sferave, të tjerat ranë në tokë të mirë. Jezusi nuk i dha shpjegime të mëtejshme turmës së njerëzve në atë moment, por më vonë ai mori dishepujt më njanë dhe ai u tha atyre, nëse ju nuk e kuptoni këtë shëmbëltyr, atëherë nuk do të jeni në gjendje të kuptoni ndonjë shëmbëltyr tjetër. Sinqerisht, unë nuk kisha menduar për këtë aq shumë sa mendova kur përgatisja mesazhin dhe unë mendova, e dini, kjo është shumë e rëndësishme. Ai po thot, nëse nuk e kuptoni këtë,
ju nuk do të kuptoni asnjë shëmbëltyr, kështu unë po përpiqem t'ja shpjegoj pse e tha Jezusi këtë. Para së gjithash, njerëzit nuk e kuptonin pse erdhi Jezusi. Ata nuk e kuptonin. Ai erdhi të sillte një revolucion. Dhe një revolucion do të thotë se gjëra duhet të kthehen përmbys dhe dikush vjen dhe fillon të bëjë gjëra që askush nuk I ka parë më parë dhe kjo gjë do të sjellë ndryshime. Njerëzit e keq kuptuan atë revolucion që po bënte Jezusi. Ata donin, tani dëgjoni, donin të prisnin që ai të ngrihej kundër qeverisë së padrejtë dhe të vendoste një front toksor për veten e tij e të sundonte botën. Dishepujt e tij vërtet menduan se ai do të vendoste një front diku dhe ata do të shkonin e do të bëheshin njerëz të rëndësishëm. Dhe ai do t'jepte urdhra e do të bënte çdo gjë drejt. Jezusi lajmëroi që nga fillimi I shërbesës së tij, mbretëria e Perëndisë është afër. Ai po u prezantonte atyre një lloj krejt të ndryshëm mbretërie, dhe është një mbretëri ku ne po jetojmë. Është në mes të botës ku ne po jetojmë, e cila është një lloj mbretërie. Ne, besimtarët në Jezus Krishtin, ne jetojmë në një tjetër mbretëri, që është një lloj mbretërie sekrete, të cilën askush nuk mund ta kuptojë nëse nuk është besimtar. Ne e kuptojmë, por bota se kupton. Amen. Unë kam bërë një seri mesazhesh para një apo 2 konferencash në lidhje me mbretërinë sekrete ku jetojmë, dhe mua më pëlqen ta quaj mbretëria kokpor, sepse është krejtësisht e kundërt me këtë botë. Nëse doni më shumë duhet jepni ca nga ajo që keni. Nëse doni të jeni të parë, duhet jeni të gatshëm të jeni të fundit. Nëse dikush përfiton nga ju dhe ju trajton padrejtësisht, nuk ka përse ta kaloni jetën tuaj duke e urryer, por duhet ta falni atë. Forca, më mirë gëzohuni pak më shumë se kaq. A e dini se njerëzit që janë të pashpëtuar s'kan mundësi tjetër veç të urrejnë dhe të duan të hakmeren dhe të jenë plot hidhësi, dhe kjo gjë I bren ata dhe shkatëron jetën e tyre. Por ne kemi një mundësi tjetër. Perëndia na jep mundësinë. Ai na jep mundësinë që vërtet të kemi dëmshuri për atë person që na ka keq trajtuar, dhe ne mund të themi siç tha Jezusi, atë fali sepse nuk dinë se ç'bëjnë. Ai donte që ata të kishin jetën më të mirë që mund të imagjinonin në atë mbretëri. Kjo mbretëri sekrete bazohet tek një gjë: të dëgjuarit, të kuptuarit dhe të vepruarit sipas fjalës së Perëndisë. Unë nuk di se si t'ja them dikujt që tashmë nuk e di se sa të fuqishme janë fjalët e këtij libri. Po them, Mike po ndante disa dëshmi me mua pak më parë nga disa zonja të komunitetit Amish që janë këtu sot. Dhe një prej tyre tha se ishte abuzuar ashtu si unë, dhe se ka disa histori në këtë komunitet të dominuar nga burrat. Dhe ajo po kërkonte ndihmë dhe shkoi në librari dhe aty gjeti disa nga librat e mi. Mendoj se gjeti fushbeteja e mendjes, dhe jeta e saj ndryshoi plotësisht dhe tani ajo po jep mësim. Dhe nuk është për shkak të librit tim, kjo nuk ka të bëj fare me të, është fjala e Perëndisë. Pikërisht kaq e fuqishme është fjala e Perëndisë.